Njëra prej temave që për më shumti diskutohet në këtë pjesë të vitit, në kohën kur kemi ardhen e bashkëdhetarëve tana atje është sa ata i njohin ligjet e Kosovës, sa ata i respektojnë ato dhe cilat në fakt ose pengesat më të mëdha që ata i kanë në Kosovë kur vinë dhe duan të kontribuojnë në një formë ose tjetër, ose edhe thjesht duan të kalojnë pushimet pranë familjes së tyre. Për me kuptu pakës më shumë rreth kësaj teme, kam kënaqësi që në një lidhje të drejtë për drejtë me ne kemi avokatin Kasem Murturi. Zotri Murturi, faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne, edhe në këtë kohë pushimesh për ju. Përshëndetje, faleminderit shumë, është kënaqësi me kontribuotin tim atë kaq të vlefshëm së pjetë. Zotri Murturi, nga përvoja juaj si avokat, a mund të thuhet se diaspora e njeh mjaftueshëm legjislacionin e Kosovës apo shumica informohen vetëm kur kanë përballë ose kur ballafaqohen me një problem të caktuar? Çfarë thot ajo që ju e hasni çdo herë në këtë kohë, por edhe në periudha të tjera të vitit? Lidhur me këtë pyetje, unë mendoj që diaspora e njeh mesatarisht të drejtën materiale në Kosovë apo ligjin, por kënaqshëm do thoja unë, nuk mendoj se dallon diçka tepër nga ne që jetojmë këtu, flas për personat laik. Unë mendoj që telashet më të mëdha në këtë drejtim janë tek çështjet procedurale, që i bën kjo praktikisht i bën që diaspora zakonisht e njeh një të drejtë të saj, e njeh një diçka që i takon me ligj dhe ja garanton ligji, por kur shkon për ta manifestuar të drejtë, ballafaqohet me procedura të cilat e befasojnë sepse nuk i njeh ato procedura. Unë mendoj që këtu krijohet ai telashi praktik, pasi që e drejta materiale është shumë e ngjashme sidomos me Bashkimin Evropian, është pothuajse e ngjashme në çdo sferë, por procedurat dallojnë. Dhe diaspora këtu ballafaqohet me telashin praktik, sepse procedurat janë të ndryshme nga vendi në vend dhe manej është që një drejt nuk mjafton vetëm të garantohet me ligj, por duhet të kemi qartë dhe procedurën se çysh realizohet. E qartë. Tani, cilat janë rastet më të shpeshta kur mërgjimtarët kërkojnë ndihmë juridike? A lidhen ato, kam bindje se kur lidhen shumë me gjobat e trafikut, dikush më tha që është kjo, por po besoj që ka të bëjë edhe me dokumentacion tjetër, prona, çështje të trashëgimisë, sepse duket sikur janë disa çështje të cilat kur flasim për këtë pjesën e pronave dhe trashëgimisë kanë mbetur pezull, nuk janë ndarë me kohë mes familjeve dhe tani duket sikur po dalin në pa problemet e kësaj natyre. Kam të drejtë? Po, patjetër. Realisht, çështjet e kuptoj që ndoshta në praktik çështjet tema ditore lidhur me këtë fushë mund të jetë gjobat e trafikut, por zakonisht ato janë të thjeshta për të konsultuar me avokatin, përveç kur ka ndonjë rast kompleks ose kur është shumë të madhe. Çka vrejmë na është interesimi i madh për çështjet pronësore trashëgimit, sepse janë në masë të madhe, janë të pazgjidhura dhe kohën e fundit kemi një interesim më të madh për të zgjidhur këtë çështje dhe mos t'i lënë në dorë të fatit. Edhe diaspora e ka kuptuar që mirëbesimi nuk është më në nivelet që ka qenë përpara, tashmë edhe ata, sikurse çdo kush, sikurse të gjithë, dëshirojnë që gjanat i kenë të parapara edhe të bazuar në ligje, në letër e në kontrata. Interesim ka edhe për të mbrojtur, për pa siguri juridike, kur bojnë investime, kur blejnë pruna, kërkojnë opinione ligjore. Ne jemi të presëm. Unë mendoj që diaspora veç se e kupton shumë mirë funksionimin e një sistemi juridik dhe e kupton që Kosova është shtet dhe rastet të ralla janë ato që në praktik shohin pengesat pa të i kalueshme. Zakonisht kur kanë telashet janë të natyrës që janë të zakonshme edhe për qytetarët e Kosovës, dhe të njëjtat nga avokatët kërkojnë përfaqësim, mandej avokati vazhdon me punën e tij dhe zakonisht zgjidhen telashet. E kuptoj. Tani, zotri Murturi, ne ko pas kohe kemi, nëse mund të themi kështu, hyrje në fuqi të
procedurave administrative ose të ligjeve të caktuara, të cilat jo gjithmonë mërgjimtarët, familjarët tanë janë të informuar rreth tyre. Për shembull, është për t'u lavdruar një nismë me Policisë së Kosovës në fillim të javës që veç jemi, ku shpërndahen fletpalosje të ndryshme rreth asaj çfarë ata duhet të kenë parasysh që t'ju ikin gjobave të ndryshme të trafikut, por a kemi në pjesë të tjera të legjislativit informacione të kësaj natyre të cilat do t'u lehtësonin atyre të themi qasjen edhe të mos kenë problemet të cilat juve që i përmendet? E vërtet është kjo, edhe është akt shumë i mirë nga ana e Policisë së Kosovës, për shkak se në praktikë është sfida më e madhe, ata zakonisht vinë me vetura dhe problemi i parë apo si më thonë sfida e parë me sistemin juridik të Kosovës është rregullat e trafikut, e këto normalisht se janë të ndryshme prej vendit në vend, dallon kufizimi i shpejtësisë, kemi ndryshime në rrugë, kemi punime në rrugë, e për gjitha këto është mirë që të njoftohen paraprakisht për shkak se kjo është një sfidë e madhe dhe do të ishte një lehtësim i madh për ta nëse policia e trajton shumë seriozisht këtë nismë të saj. Në sfera të tjera kjo vrehet më pak. Çka është një diçka shumë interesante që e vrejnë në vendet e tjera, sidomos në vendet që kanë turizëm, na e shohim që shtetet përkatëse krijojnë sektore, departamente, sportele të veçanta për turizmin dhe diasporën, ku për shembull nëse ndodh një aksident trafiku ose nëse dikush kryen kundërvajtje dhe lënda shkon në gjykatë, turisti apo pjesëtari i diasporës nuk ka nevojë që të presë procedura standarde që zgjatin me vite, por që ajo në departamentin për turizëm, për shembull që nuk e ka gjykata jone apo institucione tjera nuk e kanë, çështja do të zgjidhej ndoshta brenda 2-3 dite ose brenda javë. Këto e kanë edhe vendet e rajonit, për shembull vendet fshinje, ka disa prej tyre që kanë punu në këtë drejtim dhe funksionon jashtëzakonisht mirë. Duket si kemi një ndërprerje të linjes që kemi vendosur pakës më parë me avokatin Kasëm Murturi. Të shohim nëse mund ta rikthejmë lidhjen edhe një herë. Pra po flasim për atë se sa i njeh diaspora ligjet e Kosovës, cilat janë vështërsitë më të shpeshta me të cilat ata ballafaqohen. U fal për e përmendëm Policinë e Kosovës, nismën e tyre që t'i mbajë të informuar për gjithçka sa i përket gjobave, qasjes e gjithçka tjetër që lidhet jo vetëm me trafikun. Dhe po flisnim për atë se sa në fakt u lehtësohet puna dhe dëshira që të realizojnë punët e tyre, projektet e tyre në Kosovë edhe në aspektet të tjera legjislative. Të shohim nëse kemi arritur të krijojmë përsëri lidhjen me zotrin Murturi. Ariani është duke provuar që të bie përsëri në kontakt me të. Kështu e ka Viberi, qohet dikush thirr se ju duhesh diçka dhe ta ndërprej lidhjen, po presni more pak, që në njërin televizor. Bëj shaka. Të shohim mund ta kemi përsëri Kasëmin apo do të na duhet që ta ndërpresim këtu këtë intervistë, sepse në fakt më intereson të di edhe një gjë tjetër që ka të bëj me shqiptarët të cilët duan të bëjnë biznes në Kosovë, duan të investojnë në vend. Sa në fakt ata i njohin krejt ato çfarë e kemi Kasëmin. Unë po thosha, kur shohin televizor mos thirrin, a kam të drejtë Kasëm. Isha një thirrje dhe mande ju. E kam qartë, pa merak. Atër ku ishim duke biseduar, për qareja faktin se vendet të ndryshme e kanë trajtu shumë seriozisht. Po. Dhe edhe sistemi tonë gjyqësor i shkaktojnë ngarkesë kur kemi pëllim më të madh të njerëzve në praktik dhe të njëjtit kryejnë punë dhe shkaktojnë mandej edhe kundërvajtje vepra penale, po edhe punë juridiko-civile, e të gjitha këtu konteste vepra penale e kundërvajtje ngarkojnë sistemin, kështu që do të ishte më së i nevojshëm, por edhe akt patriotik ndaj diasporës që të krijonin
departamente e sektore që i dedikohen, të cilat lehtësisht mund të punonin, si me thënë, gjatë sezoneve, jo gjithmonë. E qartë. Zotëri Murturi, tani do doja shumë të flasim edhe për mërgjimtarët që zgjedhin të investojnë në Kosovë apo të hapin bizneset ndryshme, sepse realisht ata bëjnë shumë herë veprime të kësaj natyre. Cilat janë obligimet juridike që i hasin më shpejt dhe si mund t'ju shmangen ose në kuptimin që të mos kenë ngecje në këtë aspekt kur ata vendosin që t'investojnë në vend? Këshilla numër 1 në këtë drejtim është të konsultohen me profesionistë të fushës, spaku me avokatin gjithsesi, kontabilistin dhe profesionistin e fushës specifike ku preferojnë të investojnë. Zakonisht një trend që vazhdimisht ka qenë në rritje dhe është industria kryesore ku ata fokusohen, është investime në patundshmëri. Diaspora e njeh shumë mirë tregun apo industrinë e ndërtimit në Kosovë. Për shembull, ata e njohin edhe këtë shumë mirë, janë të njoftuar edhe me këtë funksionimin e tregut të palishmërive me mirëbesim, ku shumë kontrata i bojnë dhe blejnë pronat ende pa pas pranim teknik dhe kuptojnë riskun shumë mirë dhe prapë vendosin me bëj investimin. Ky do të thotë që kanë një uri të teksueshme në këtë drejtim, pasi që në kushte normale, për shembull, kur dikujt i tregon që ti je të dosh me vlerë një pronë që është jashtë qarkullimit juridik dhe ti çka po bën është po hyn si me thonë mas të madhe në raport juridiko-civil me mirëbesim, sepse siguria juridike nuk është e plotë. Ata janë një pjesë e madhe e tyre, janë shumë mirë të informuar me këtë pjesë. Kjo unë e vlerësoj si një uri të kësaj pjese mbi mesatare. E qartë. Dhe një përësi e jotja krejt në fund për të gjithë ata që do donin ose që veç janë të ardhë ose kanë ardhë në Kosovë, cilat janë 3 këshillat juridike gjithmonë që ja propozoni t'i kenë si vath në vesh të themi ashtu se cili prej bashkëdetarëve të anë të cilët dëshirojnë me e kalu verën në Kosovë? Atëherë, fillimisht unë do t'i këshilloja që të kenë shumë kujdes derisa të vinë në Kosovë, fillimisht. Unë do t'u sugjeroja të gjithëve që ta shmangin në shtetin e Serbisë. E qartë. Jo për arsye specifike, po unë e bëj zakonisht e jap këtë këshill. Ndoshta rruga është pak më e gjatë për këta që vinë nga perëndimi në pjesën e Bregdetit nga Kroacia, por që është më e sigurt dhe është në shtete mike. Kujdesi në trafik është një virtyt i jashtëzakonshëm. Kujdesi shmangja konflikteve, një konflikt, një hyrje në procedurë penale i komplikon shumë gjëra për këta që janë në diasporë, sidomos për këta që janë me leje që në vend dhe nuk është pas të duaj, sepse këtu duhet të zhvillohet mandej procedura. Me një fjalë komplikohen shumë gjërat nëse shkakton probleme, që ta kenë të qartë nëse janë të sigurt se e kanë një të drejtë dhe ju takon një drejtë, nuk përfundon gjithçka këtu, ata duhet ta kenë të qartë se ka një procedurë për të arritur ajo. Unë shoh zakonisht që zgënjehen shumë kur lexojnë diçka në ligj dhe kur vinë në praktikë shohin që realizimi është pak më i komplikuar se sa e drejta. Kështu që këshilla numër 1 është që të kenë kujdes dhe ata janë në vendin e tyre dhe çdo gjë më tepër se kjo, shteti jonë ofron siguri juridike për të gjithë, përfshi edhe për diasporën, në shumë sektore, në shumë edhe sektori privat i trajton me dignitet dhe e pret me padurimardhjen e tyre për shkak se është një farë katalizatori sezonal i ekonomisë. Kështu që ne mirëpresim dhe i stimulojmë sepse është akt patriotik. Patjetër. Kur ata mund të shkojnë gjithka, po zgjedhin me ardhë Kosovë. Unë mendoj që bashkërisht të gjithë ne, edhe përmes këtij emisioni, edhe përmes çdo fushë, çdo vendi ku mund të kemi influencë, do të punojmë në bashkimin edhe në forcimin e relacioneve tona me diasporën, e të mos fokusohemi në ndasit, sepse ato nëse fokusohemi në to, ato veç se do të forcohen. Unë mendoj që jemi një popull, nuk besoj që ka ndonjë familje në Kosovë që nuk ka
E vërtet. familjarë në diasporë, prandaj jemi vëllezër dhe Kosova është e krejtë bashkë. Gjithmonë ka qenë edhe ka me qenë. Faleminderit shumë zotri Murturi për gjitha këto informacione që ndave me ne. Gjithashtu edhe juve faleminderit edhe diasporës ju urojmë mirëseardhje dhe t'jenë të sigurt se në çdo sferë dhe në çdo fushë ku i takojmë i trajtojmë me një respekt pak më të lidhur. Gjithmonë dhe ata vinë shtëpit vetë, kështu që mirë se vini. Na e keni bërë Kosovën më të bukur, po si vjet, nuk e di pse. Mua më duket sikur janë më pak, po kjo është një tjetër temë që do ta trajtojmë një ditë tjetër. Faleminderit shumë i nderuar. Patjetër, edhe juve faleminderit.